Hani 2 banane në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Me një shije të ëmbël dhe me përmasa gati të përsosura natyrale, bananet bëjnë një vakt të shkëlqyer ose shtesë në një vakt të shëndetshëm. Tashmë e dimë se bananet janë një ushqim tepër i shëndetshëm. Janë të mbushura me kalium, fibra, vitaminën C, B6, ndër ushqyesit e tjerë. Edhe përqendrimi relativisht i lartë i sheqerit rreth 14 gram për banane zbutet nga fibrat. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. E cila zvogëlon normën me të cilën sheqeri godet edhe në rrjedhën tuaj të gjakut. Ushqimi një dietë të pasur me fruta dhe perime është treguar se zvogëlon riskun e shumës sëmundjeve të ndryshme, përfshirë këtu ato të zemrës, diabetit, radikalet e lira e të tjera. Por kur bëhet fjala për bananen, a mund të ketë shumë gjëra të mira prej tyre? Dëgjoni videon deri në fund për të zbuluar se çfarë do të ndodhë nëse hani 2 banane çdo ditë. Lajmet janë kryesisht të mira, por ka disa paralajmërime befasuese që duhet i mësoni me patjetër. 2 banane në ditë në dietën tuaj të përditshme do të ofrojnë nivele të mira të kaliumit. Kaliumi luan një rol kryesor dhe vital në trupin tuaj shëndetësor. Përdoret nga çdo qelizë që ju keni për të gjeneruar kështu ngarkesën e nevojshme të procesit të jetës. Kaliumi gjithashtu është i përfshirë në rregullimin e presionit të mirë të gjakut, të natriumit, kaliumit dhe punon gjithashtu edhe në kontrollin më të mirë të lëngjeve të trupit tuaj. Pavarësisht të rëndesës së tij, shumë prej nesh nuk marrin kalium mjaftueshëm çdo ditë në dietën tuaj. Gjithashtu, kaliumi te të rriturit është i rëndësishëm dhe intervenon nga 3500 deri në 4700 mg çdo ditë, të cilat janë nevoja të cilat përcaktohen nga mënyra e jetesës dhe faktorët e tjerë shëndetësor. 2 banane në madhësinë e tyre mesatare ofrojnë rreth 900 mg kalium, i cili është shumë i nevojshëm edhe për fillimet tuaja të shëndetit. Burime shtesa të kaliumit mund të merren gjithashtu nga patatet, shalqini, spinaqi, gjithashtu panxari, fasulet e bardha dhe salcat e domateve. 2 banane ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele më të shëndetshme, duke ekuilibruar atë më mirë. 2 banane ndihmojnë shumë kundër problemeve të tensionit. Është një ekuilibër i natriumit dhe kaliumit që veshkat tuaja përdorin për të kontrolluar kështu presionet e gjakut, duke rregulluar nivelet e lëngut dhe duke ruajtur kështu nivelet tuaja të shëndetshme. Por ekspertët tregojnë se shtimi i bananeve në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin në betejën kundër komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përfitoni të mirat e tyre dhe të mbani presionin e gjakut nën kontroll, shtoni bananet natyrale në dietën tuaj. Nëse angazhoheni dhe konsumoni të paktën 1 banane çdo ditë, risku i hipertensionit do të ulet të ndjeshëm në organizmin tuaj dhe do të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. 2 banane në ditë do të ulin në riskun për të prekur nga problemet e shëndetit të dobët, siç janë ato të cilat ndikohen gjithashtu nga radikalet e lira. Fruta dhe perimet janë një ndihmë shumë e mirë e shëndetit tuaj në tërësi, dhe konsumi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se konsumi i frutave të tilla vazhdimisht në dietën tuaj do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Bananet përmbajnë element shumë të rëndësishëm për shëndetin tuaj kardiovaskular. Ekspertët thonë se për fillestarët, studimet kanë treguar se kaliumi duhet të merret rreth 4069 mg çdo ditë dhe do të ulë me 49% humbjen e jetës nga sëmundjet ishemike të zemrës dhe gjithashtu, ekspertët tregojnë se marrja e të paktën 1000 mg kalium çdo ditë nga bananet do të jetë një mundësi shumë e mirë për shëndetin kardiovaskular. Por përtej këtij përfitimi befasues, lëndët ushqyese të tjera të banane do të luajnë gjithashtu një rol të mirë parandalues kundër problemeve të shëndetit të dobët, sidomos shëndetit të dobët të zemrës.
Fibrat, vitaminat C, gjithashtu edhe vitamina B6, të cilat gjenden te bananet, mund të luajnë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët shtojnë se konsumi i bananeve mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë për shëndetin tuaj. 2 banane nuk rekomandohen për njerëzit të cilët konsumojnë ilaçe të caktuara. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të luajë një rol parandalues kundër këtyre inflamacioneve, duke siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar kështu komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline shtojnë një zëri se konsumi i bananeve në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit për sa kohë nuk tepërohet në dietat tuaja. Arsyet pse duhet të konsumoni banane pa u menduar gjatë janë gjithashtu vërtet të larmishme. Ekspertët e Healthline shtojnë se konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve, duke nxitur një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar kështu komplikacionet e tij. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni të paktën një banane çdo ditë në dietën tuaj. Bananet janë të mira për të qetësuar gjithashtu nervat e mëdha, të cilat mund t'i keni gjatë gjithë ditës. Bananet janë të pasura me vitaminën B që ndihmon në qetësimin e nervave. Vitamina B6 përmban edhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat mund të ndikojnë në gjendjet tuaja emocionale. Ndaj konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve, çka do të sjellë gjithashtu rezultate mbreslënse në organizmin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe shqetësimet e tij. Ekspertët e Healthline thonë se konsumi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve që shkakton anemia. E pasur me nivele të mira të hekurit, banania mund të stimulojë prodhimin më të mirë të hemoglobinës në gjak, dhe kështu ajo mund të ndihmojë ndjeshëm edhe në gjendjen tuaj në rast se e vuani nga anemia, çka do të nxjisë një organizëm tuaj më të shëndetshëm. Bananet janë të mira kundër shqetësimeve që shkakton depresioni. Sipas një studimi të kryer nga revista Mind, në mes të njerëzve që vuanin në depresion, shumë prej tyre të cilët janë në ndjerë më mirë kanë konsumuar banane. Kjo për shkak se bananet përmbajnë elementin e tripofanit, një lloj proteine e cila shndrohet në serotonin dhe njihet gjithashtu si një relaksues, përmirësues i gjendjeve emocionale dhe në përgjithësi ju bën të ndjeni akoma dhe më shumë të kënaqur. Bananet janë të mira kundër shtypjes së lartë të gjakut. Ky frut unik tropikal është ekstremisht i pasur me potasium dhe me sasi të vogla të kriprave, duke bërë të përsosur edhe për personat që kanë një shtypje të pakontrolluar të gjakut. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve tuaja të kokës. Nëse shpesh vuani nga dhimbjet e kokës, shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit edhe të lehtësoni këto komplikacione. Përgatisni një milkshake me banane, duke e përzierë atë gjithashtu edhe me mjalt, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse edhe kundër dhimbjeve tuaja të kokës. Nëse vuani shpesh nga të vjellat e mëngjesit, shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për ju. Kur manifestohet me të vjella në mëngjes, bananet mund të sjellin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj edhe konsumi i tyre brenda rekomandimeve të duhura ditore do të jetë një mundësi vërtet e çmuar. Bananet janë të mira kundër problemeve të tretjes. Bananet të ndihmojnë që të keni një aktivitet më të rregullt të jashtëqitjes, një gjendje që do të rregullojë gjithashtu tretjen dhe do të lehtësojë edhe shqetësimet që shkakton kacllëku. Konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar për organizmin në tërësi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.